Elionës dhe Klodit është të një qift që vazhdojnë hala me qëndru edhe që janë njoftu në Big Brother VIP Kosova. Është Leo edhe Leila Elton që tashmë po i shumë... Po Leo dhe Leila kanë qenë, Leo dhe Leila një lloj si Brikena dhe Mateo kanë bërë të njëjtin marketing të shumtuar duke u hequr sikur janë ndarë. Ndërkohë që s'kanë qenë të ndarë për as edhe një ditë dhe mua më vjen keq që këto çifte gënjejnë në thojza fansat e tyre apo ndjekësit e tyre për të pasur vëmendje maksimale në lançimin e një X projekti që ata kanë nesër pas nesër. Po që e lansuan edhe një projekt, sa i radhë kishim vendosur me undo, e pam që ka pas raste më herët kur Leo ka pas me publiku këngë të reja, shpeshher i kanë bërë këto lojna se apo ndohen që me pas më shumë vëmendje në momentin që publikohet kënga, po një shqetësim që e ka pas Leila gjatë gjithë kohës, prej që ndalë për i bigut edhe njëftu, ka qenë vajzat në videoklipin e Leos. Sepse dim që ka pas skena ma eksplicite, kështu që kësaj radhe kishë vendosë vetë me dalë në videoklip. Të të gjelozën ndaj vajza që marrin pjesë në klip. Nëse më lejoni, duhet të bëj një ndërhyrje, me që kam edhe Blertën këtu dhe ka qenë pjesë e lajmeve. Kemi 2 lajme që ne i kemi dhënë në tek ora 7 në Klan Kosova. E para ka qenë bashkëpunimi i DJ Gimbos dhe Adelina Ismailit që kurkush në atë kohë nuk e besoj, neve kemi qenë të parët që e kemi dhënë këtu, tashmë është e konfirmuar dhe tjetra, lajmi tjetër akoma dhe më i bujshëm, Blerta duhet ta mbaj mend, ka qenë rikthimi i Flor Mumajesit në shtator. Jo më larg se përpara 3 ditësh Ibro ka publikuar një video ku pyet Florin ku je, me idenë që tashmë është koha që të rikthesh. Domethënë të 2 lajmet ekskluzive janë konfirmuar që janë jep këtu. Të 2 lajmet ekskluzive janë. A prap kena me vujt me këngë Florit, a? Po patjetër. Kemi edhe zhvillim mes Klevjes dhe Stresit. Është e vërtet, Klevjo si zakonisht që nuk i ndohet aty në live-eve të ti, shpesher din me fol vende pa vend, po them, mu pëlqen muzika e ti çuditërisht edhe pse ka pak ma të pa... Dojë që shë komentojnë, është e pa kuptim që shtojnë, po është ritmike, po në këtë rast është bëllajmë për pajtimin e ti me Stresin, sepse dihet që kam pas një mitësi shumë gjatë, shumë vjeqare, ku ka përfundu për një kohë shumë të gatë dhe nga Klevjo kemi pa tentativa që me u rikëty para disa viteve ka tentu gjithështu sa ka qenë live me thirë dhe nuk i është hap telefoni, po që herën e fundit në momentin që ke live ju hap telefoni edhe biseduan, që la me kuptu që pas disa viteve një hermitësi, mande i prishje, këta kanë gjetë prap gjuhën për me u rikëty në mitësin e tyne. Elton, pse janë i dhënu e qaron të ma mirë? Pse janë i dhënu me sa di unë... A janë edhe këta si Mateo e Brikena? Ja, ishallah jo, po ideja është janë këto influencimet, kam përshtypjen që gjithmonë në mes ka qenë Noizi. Për mua do të lajmë nëse Klevi do të pajtoj me Noizin, e jo me Stresin, se me Stresin unë e prisja që të pajtoheshe, shpresoj shumë që të pajtohet tashmë dhe me Noizin, dhe ka ardhur koha që artistët tanë mos kenë më këto mos marrëveshjet midis njëri tjetrit, edhe të bashkëpunojnë mundësi sa më shumë. Mua më pëlqen Klevjo si personazh, është kontravers, e kam qef, është njëri që prodhon lajm sa herë që del një live, me ato lajmet e tij sa do të mira apo të këqija të jenë, lajmin e prodhon, e ka të shitur. Kështu që do më pëlqente shumë kjo. Unë e di që po, ka qenë Noizi, riafrim i Stresit me Noizin, ka qenë arsyeja e largimit të Klevjos nga Stresi. Ama kjo e dyta që the pajtim, hajde me Stresin e kam pas të familjësie me Noizin, është goxha ma e vështirë sepse e dim që